Një grua 31 vjeçe zgjohet në orën 5 të mëngjesit, vesh një uniform të hirt, përshkon Tiranën me 2 autobus dhe arrin në një vilë mermeri në Lundër. Ajo kujdeset për gjithçka me një precizion që askush nuk ndalon ta admirojë, çdo ushqim në pikën e duhur, çdo detaj në vendin e vet të saktë. Dhe kur orari i punës mbaron, ajo ikën. Por jo për në shtëpi. Ajo shkon në një urë. Burri që nënshkruante rrogën e saj nuk dinte asgjë. Deri në ditën kur heshtja e saj u bë tepër e rëndë për t'u injoruar dhe ai vendosi ta ndiqte. Ajo që ai gjeti atë natë ndryshoi gjithçka. Por tronditja më e madhe nuk ishte në mbikalim. Ishte brenda vetë vilës së tij, e fshehur nga dikush te i cili ai besonte. Por para se të zbulojmë këtë mister, më thuani në komentet nga cili qytet i botës po na dëgjoni. Dhe, nëse ju pëlqejnë historitë prekse si kjo, regjistrohu në kanal. Është një gjest i thjesht që e ndihmon shumë punën tonë. Dielli i tetorit depërtonte xhamat e blinduar të vilës në Lundër me një shkëlqim pothuajse të dhunshëm, duke u pasqyruar mbi sipërfaqet e mermerit travertin të sallonit hyrës sikur vetë drita duhej të kërkonte leje për të qarkulluar në atë adresë. Eduard Krasniqi vëzhgonte horizontin nga dritarja e zyrës në katin e dytë, me sytë e fiksuar në linjën e çrregullt të ndërtesave që shtriheshin tej mureve të larta të pronës, si një shenjë që qyteti nuk do të mund ta fshehte kurrë, pavarësisht sa shtresa boje e llaçi do të mekeshin mbi të. Tirana rre në frekuenca kontrastuese që ekzistojnë krah për krah pa u prekur kurrë me të vërtetë. Në Lundër, heshtja është e kuruar, e blerë me çmimin e mureve të 2 fishta dhe portave automatike që ndajnë botën nga jo bota. Eduardi ishte rritur në këtë flusk dhe kishte mësuar, siç mësohet çdo gjuhë amtare, të mos vërë në dyshim kufijtë e gjuhës së vet 40 vjet të jetuara në logjikën e numbers, kishin konfirmuar vetëm këtë pamje të botës. Ajo që kishte rëndësi ishte ajo që mund të matej, të auditosej dhe të regjistrohej në një fletë llogaritëse. Ai menaxhonte 5 rrjete supermarketesh të shtrirë në të gjithë Tiranën e madhe, kontrollonte kolona të dhënash me 10 variabla simultane dhe merrte vendime që lëviznin shifra me 7 shifra. Mbledhjet e drejtorisë, projeksionet tremujore, marzhi operacional, këto ishin elementet e botës në të cilën ai lëvizte me siguri dhe autoritet. Por shtëpia, kjo qenie e gjallë dhe e heshtur që merrte frymë rreth tij ndërsa punonte, ishte një territor që ai e delegonte me të njëjtën efikasitet të ftohtë me të cilin kontraktoronte çdo shërbim tjetër. Ishte pikërisht për këtë arsye që ju deshën javë të tëra për ta vënë re. Roza Gjoka arrinte pikërisht në orën 6:30 të mëngjesit, duke mbajtur të njëjtën uniform të hirt të zbehur që Viviana, bashkëshortja e tij, e kishte zgjedhur si kod vizual të rezidencës. Hynte nga dera anësore, përshëriste me një ulje të lehtë të kokës dhe shkonte drejt për drejt në kuzhinë, duke u zhytur heshturazi në rutinën e një shtëpie që mezi funksiononte pa krahët e saj. Ajo e dinte pikën e saktë se si duhej shërbyer kafeja, temperaturën e preferuar të ujit të çajnikut, mënyrën e duhur të palosjes së peshqirëve në banjën e suitës kryesore dhe cilën ditë duhej meksur dyshemeja e korridorit lindor. Detaje të padukshme për ata që i merrnin, por që konsumonin orët e gjata të një gruaje që rrallë ulej gjatë orarit të punës. Eduardi nuk do të dinte të thoshte me siguri se kur kishte filluar ta vërente ndryshimin. Ndoshta kishte qenë në një pasdite shtatori, kur Roza solli një tabaka me dokumente që ai i kishte kërkuar dhe ai revoi, për një çast, se kurrizi i duarve të saj duke i qarë. Lëkura ishte e skuqur, e ashpër, me çarje të vogla në qoshet e nyjeve të gishtave. Lloj. Gjëje që i ndodh kujto që kalon orë të tëra duke zhytur duart në ujë të ftohtë për një kohë të gjatë, ditë pas dite, pa pasur trupi rikuperim të mjaftueshëm. Roza, tha ai atë ditë, pa ngritur syt nga letrat, je mirë? Mirë jam, zoti Eduard. Më falni. Dhe ajo doli nga dhoma me të njëjtën diskrecion me të cilin kishte hyrë, duke lënë pas vetëm aromën neutrale të sapunit të kokosit që përdorte për dyshemer. Por Eduardi mbeti duke shikuar derën e mbyllur për disa sekonda më shumë se sa duhej, duke ndier një shqetësim të vagët që nuk dinte ta emërtonte. Në fund, e varrosi atë ndjesi nën stivën e raporteve që duhej të rishikonte. Tetori erdhi me një val nxehtësie me lagështi që mbytej të gjithë Tiranën, por Roza dukej gjithnjë më e ftohtë. Ishte diçka që Eduardi e vërente në skajet e gjesteve të saj, mënyra se si kapte buzën e tavolinës së punës kur ngrihej nga një ulje, sikur t'i nevojitej një mbështetje që vetë trupi nuk ja ofronte më. Rrethinat e syve i ishin thelluar deri në atë pikë sa dukeshin të përhershme, të gdhendura nën sy si hije që nata nuk i fshinte dot.
dhe uniforma, e cila 3 muaj më parë i rinte me një farë përshtatjeje në trup, filloi të dukej tepër e gjerë, sikur Roza po zvogëlohej brenda vetë pëlhurës, duke u zhdukur gradualisht brenda asaj të hirte. Viviana nuk dukej se shihte asgjë nga këto. Bashkëshortja e tij ekzistonte në një frekuencë tërësisht të ndryshme nga realiteti që Eduardi fillonte, pa dëshirë, të shihte. Frekuenca e Vivianës përbëhej nga dreka në restorantin Padam, nga blerjet në dyqanet e bllokut dhe nga një grup shoqesh që shkëmbenin mesazhe zanore të gjata mbi udhëtimet jashtë vendit dhe procedurat estetike. Ajo kthehej në shtëpi gjithmonë pas orës 6 të pasdites me qese shumë ngjyrëshe dhe me një lehtësi të kultivuar me kujdes, kalonte përmes kuzhinës me shikimin që rrëshiste mbi Rozën sikur ajo të ishte pjesë përbërëse e dekorit të shtëpisë, e nevojshme, por absolutisht e padukshme. Roza, darka e sotme duhet të jetë më e përgatitur, kam musafir që vinë në orën 8. Kam nevojë të qëndrosh deri në orën 11. Po, zonja Viviana. Eduardi po kalonte nëpër korridor në atë çast dhe pyeti veten, pa u ndalur të mendojë, ku shkonte Roza kur orari i punës mbaronte? Kishin kaluar 3 vjet që kur ajo hynte dhe dilte nga ajo dera anësore me një precizion sahati, dhe ai kur nuk e kishte bërë këtë pyetje. Ai kishte nënshkruar kontratën e saj, kishte miratuar rrogën që Viviana e kishte paraqitur si të rënë dakord dhe kishte ndaluar me kaq. Pjesa tjetër ishte e padukshme. E enjtja që do të ndryshonte gjithçka erdhi me një zakonshmëri tërësisht çarmatose. Eduardi po fliste në telefon në zyrtar, duke diskutuar bilancin mujor me menaxherin e njësisë së Tiranës Veriore, kur dëgjoi zhurmën. Nuk ishte një krik, ishte e kundërta e saktë e një krike. Një goditje e thatë, e rëndë dhe absolutisht pa reagim, që vinte nga kati i poshtëm, nga drejtimi i kuzhinës. Lloji i zhurmës që bën një trup kur rrëzohet pa pasur krahët për ta mbrojtur, zhurma e një ndërgjegjeje që e braktis trupin edhe para se të godas tokën, pa paralajmërim, pa lamtumir. Ai e mbylli telefonin pa u përshëndetur dhe zbriti shkallët 2 nga 2. Roza ishte e shtrirë në dyshemen prej porcelanit të bardhë, me shpinë, krahun e djathtë të shtrirë anash trupit sikur të kishte tentuar të zbuste rënjen dhe të kishte hequr dorë në mes të rrugës. Çajniku prej inoksi ishte përmbysur bashkë me të dhe një fije e hollë avulli ngrihej ende nga sqepi i deformuar. Një shishe me qumësht kishte rrotulluar deri te pragu i frigoriferit dhe kishte qëndruar aty me një qetësi që kontrastonte, në mënyrë shqetësuese, me peshën e asaj që Eduardi gjeti në atë dysheme. Roza. Ai u ul në gjunjë menjëherë dhe i thirri emrin 2 herë me urgjencë në rritje. Verifikoi se ajo merrte frym, gjoksi ngrihej dhe ulej me një ngadalësi shqetësuese, por ngrihej. Roza, më dëgjon? Ajo nuk u përgjigj. Doktor Fatmir Kondi, mjeku i familjes prej më shumë se një dekade, mbërriti në më pak se 20 minuta. Eduardi mbeti i ulur në stolat e kuzhinës ndërsa ekzaminimi zhvillohej, me kravatën e liruar dhe duart e shtrënguara mbi gjunjë, me sytë e fiksuar në një pikë të papërcaktuar të dyshemes. Viviana zbriti në një çast, e vlerësoi skenën me një rrudhje të shpejtë të vetullave, tha diçka të padëgjueshme dhe u ngjit përsëri para se mjeku të përfundonte. Diagnostikimi erdhi me një ftohtësi klinike që nuk kishte fuqi të zbuste brutalitetin e përmbajtjes. Eduard, kjo grua është në gjendje kequshqyrjeje të rëndë. Tensioni është shumë më poshtë nivelit të pranueshëm dhe organizmi i saj ka pësuar kolaps nga mungesa e ushqimit të mjaftueshëm dhe të zgjatur. Mjeku bëri një pauzë, sikur po peshonte me kujdes çdo fjalë vijuese. Dhe temperatura e trupit është në normalen. Ajo ka qenë e ekspozuar ndaj të ftohtit të fortë gjatë. Një periudhë që nuk matet me orë. Po flasim për ditë. Mundësisht javë. Çfarë po thoni ju? Eduardi dëgjoi zërin e tij sikur vinte nga një vend i largët. Po ju them se kjo tablo nuk krijohet brenda një nate. Doktor Fatmiri e mbylli çantën me një kërcitje të thatë dhe objektive. Kjo grua po vuan nga uria dhe po flen në një vend pa ngrohje të mjaftueshme. Kjo është ajo që më tregojnë shenjat klinike, pa asnjë dyshim të arsyeshëm. Pasi mjeku iku, duke lënë recetat dhe udhëzimet për serumin e hidratimit, Eduardi mbeti fill i vetëm në kuzhinë për një kohë që nuk do të dinte ta matete. Shikonte porcelanin e patëmet ku kishte rënë Roza dhe ndjente diçka që nuk ishte saktësisht turp, por që zinte të njëjtën hapësirë në gjoks, me të njëjtën peshë të pamundur për t'u injoruar. Ishte pesha e një pyetjeje që ai nuk mund t'i jepte përgjigje.
Si mund të ndodhte që një grua që punonte në atë shtëpi prej 3 vjetësh, që merrte një rrogë prej 12.000 eurosh çdo 2 javë, ai vetë e kishte nënshkruar kontratën, ai vetë i kishte autorizuar pagesat, të vuante nga uria dhe të flinte e ekspozuar ndaj të ftohtit? Rosa u zgjua 2 orë më vonë, e mbështetur në divanin e dhomës së shërbimit, ndërsa serumi picikonte ende përmes tubit. Kur sytë e saj u takuan me ata të Eduardit, paniku që pushtoi fytyrën e saj ishte aq i menjëhershëm dhe aq i pastër sa ai pati impulsin instinktiv të tërhiqej prapa. Mos më largo nga puna, tha ajo para se të orientohej plotësisht, me një zë të ngjirur dhe të vogël si të dikujt që kërkonte diçka shumë më të madhe se sa përmbanin fjalët. Ju lutem, zoti Eduard. Më duhet kjo punë. Betohem se nuk do të ndodh më. Rosa, u përgjigj ai me një zë më të ulët nga sa kishte planifikuar, askush nuk do të largoj nga puna. Ti duhet të pushosh tani. Ajo mbylli sytë. Një lot rëshiti nga skaji i tëmthit dhe u zhduk heshturazi në jastër. Atë natë, i shtrirë në anën e majtë të krevatit, ndërsa Viviana merrte frymë me rregullsinë e qetë të dikujt që nuk mbante asnjë borxh në botë. Eduardi mbeti duke vëzhguar tavanin e bardhë të suitës dhe duke rikonstruktuar copza kujtimesh që kishte zgjedhur, vetëdijshëm apo jo, t'i linte mënjan. Rosa kur nuk qëndronte për drejt në vil, ai e kishte vënë re këtë më shumë se një herë, por kur nuk e kishte pyetur arsyen. Ajo përgatiste pjatat, mbushte enën e polistirenit me çfarë kishte dhe e merrte me vete kur dilte. Ai kishte supozuar se ishte ushqimi i saj për rrugën e kthimit për në shtëpi. Kishte supozuar shumë gjëra për gjatë 3 vjetëve. Dhe komoditeti i atij supozimi, e kuptoi tani, kishte kushtuar diçka që nuk gjendej në asnjë nga fletët e tij llogaritse. Të shtunën vijuese, Eduardi priti që Rosa të mbaronte orarin e punës. Qëndroi brenda xhipit SUV të errët të parkuar gjysmë bloku larg hyrjes anësore të vilës, me motorin e fikur dhe syzet e diellit ende në fytyrën ndonë se qielli ishte bërë tashmë i portokallë. Kur ajo doli në orën 6:40 të pasdites, me enën e ushqimit brenda qeses plastike të vjetëruar dhe me shpatullat lehtësisht të harkuara nga pesha e diçkaje që nuk ishte fizike, Eduardi e ndes makinën me kujdes. Dhe e ndoqi. Qyteti zbërthehet në shtresa ndërsa xhipi i Eduardit avancon tej Lundrës. Fillimisht zhduken muret e larta të mbuluara me lule dhe kamerat e sigurisë të vendosura si roje. Më pas zhduken tabelat e dyqaneve luksoze dhe restorantet me fasada xhami të ndriçuar. Aks rrugor i Lanës zëvendësohet nga rrugë gjithnjë e më të ngushta, gjithnjë e më të papërpunuara, deri kur asfalti humbet përfundimin e lëmuar dhe fillon të shfaqe arnime të bëra keq dhe vrima që bashkia ka kohë që ka hequr dorë nga mbulimi i tyre. Rosa ecte me një vendosmëri të heshtur që Eduardi kur nuk e kishte vënë re brenda vilës. Në korridoret e shtëpisë, ajo ishte diskrete, pothuajse pa trup. Këtu, në trotuarin e çrregullt të bregut të lumit, ishte një grua tjetër, jo më e lehtë, por ndryshe. Shpatullat e harkuara mbartnin një qëllim që uniforma e hirt e kishte fshehur për 3 vjet. Eduardi mbante distancë të mjaftueshme për të mos u vërejtur, xhipi i futjes në marsh të ulët paralel me trotuaret apo i parkuar në qoshe, ndërsa ajo kalonte bloqe ndërtesash me këmbë. Ena e polistirenit brenda qeses plastike lëkundej lehtësisht në krahun e saj. Ishte ushqim për më shumë se një person, ai e kuptoi tani, ena ishte tepër e madhe për një grua të vetme. Ecuria zgjati 40 minuta. Në pjesën përfundimtare, kur Rosa hyri nëpër rrugicat e bregut të lumit dhe betoni i hirt i mbi kalimeve filloi të dominonte peizazhin, Eduardi e la makinën në një rrugë anësore dhe e ndoqi me këmbë, duke qëndruar gjithmonë prapa ndonjë shtylle apo muri të ulët. Dhe atëherë ai e pa. Në një nga mbikalimet që kryqëzonin lumin Lana, ku shurma e trafikun si përshndërrohej në një ulërim të mbytur dhe të vazhdueshme, gjendej një qoshe që dikush e kishte shndërruar në shtëpi me të vetmet materiale që qyteti i flakur ofronte. Kartona të palosur me precizion formonin 2 shemen. Plastika të revura, të llojit që mbështjell paletat në magazina logjistike, ishin lidhur pas trareve të betonit si një perde e pasigurt kundër erës. Një qiri i trash digjej brenda një kavanozi xhami të përdorur sërish, duke hedhur një dritë të verdhë e dridhëse që mezi arrinte buzët e asaj hapësire. E ulur mbi një jorgan të palosur në 2 sheme ishte një zonjë me flokë të bardhë dhe fytyrë të lodhur, me shpinën e mbështetur në shtyllën e betonit. Ajo mbante një pallto të vjetër që dukej tepër e madhe për trupin e saj të tanishëm, sikur të kishte qenë e qepur për një version më të mëparshëm e më të shëndetshëm të vetes.
pranë saj në këmbë dhe me krahët e kryqëzuar mbi gjoks, një e re rreth të 18 vjeçe vëzhgonte rrugën me një shikim që kishte vendosmërinë e dikujt që ka mësuar se pakujdesia ka një çmim. I ulur në një qoshe tjetër, një djalë i ri 19 vjeç ulej mbi një fletore të hapur në dy sheme, duke shkruar me një laps aq të shkurtër sa mezi nxinte mes gishtave. Roza mbërriti dhe e gjithë hapësira u duk se mori frym. Nën. Ajo ul në gjunjë pranë zonjës dhe i preku fytyrën me të dyja duart, duke verifikuar temperaturën, ngjyrën e lëkurës, qartësinë e syve, gjesti automatik i dikujt që akumulon kujdesin si një natyrë të dytë. Mirë jam, Roza. Lëri këto. Zëri i zonjës ishte i ulët, por i fortë. Nëna Teuta kishte dinjitetin specifik të njerëzve që refuzojnë të trajtohen si të brisht, edhe kur trupi nuk e ndjek më këtë refuzim. E reja, Brikena, u afrua dhe mbeti në këmbë pranë së ëmës, ndërsa Roza hapte enën e ushqimit dhe ndante ushqimin me një pjesëtim që linte pjesën më të madhe për të tjerët. Eduardi e kuptoi me një peshë të menjëhershme në stomak se Roza kishte ndarë porcionin e vet të drekës për t'ua sjellë të sajve. Ajo nuk kishte ngrënë. Genti e mbylli fletoren, u ngrit dhe e pranoi pjatën me një mirënjohje të heshtur që kishte më shumë seriozitet se entuziazëm, si dikush i mësuar të falenderojë pa prit që situata të ndryshojë. Ishte në këtë çast që Brikena shikoi në drejtimin e dur. Sytë e saj takuan siluetën e Eduardit prapa shtyllës së betonit me një precizion që e surprizoi atë. Ajo nuk bërtiti, nuk u tërhoq. Mbeti e palvizur për saktësisht 2 sekonda, duke matur kërcënimin. Më pas eci në drejtim të tij me hapa të sigurt dhe të menduar mirë, si dikush që e kishte provuar mendërisht këtë lloj përballjeje. Kush jeni ju? Pyeti ajo me zë të ulët, por pa asnjë hije hezitimi. Roza u kthye. Kur e njohu Eduardin në dritën e verdhë të qiriut, ena e ushqimit mezi nuk i rëshiti nga duart. Ajo u ngrit me shpejtësi dhe u vu mes tij dhe familjes. Zoti Eduard. Zëri i dridhej nga një frikë e ndryshme nga ajo që ai kishte parë në dhomën e shërbimit 2 ditë më parë. Kjo ishte më e thellë. Ju lutem. Unë do t'ju shpjegoj. Do t'ju shpjegoj gjithçka. Vetëm mos u bëni gjë atyre. Roza, tha ai, dhe e kuptoi se duhej ta ulte zërin e vet që të tingëllonte më pak kërcënues nga sa ajo e imagjinonte. Unë nuk erdha për të bërë asgjë. Erdha për të kuptuar. Të kuptoni. Brikena e përsëriti fjalën me një intonacion që mbarte 18 vjet mosbesim të akumuluar. A e dini ju se prej sa ditësh jemi ne këtu? Eduardi e shikoi atë. Krenaria e shikimit të tërës nuk ishte arrogancë, ishte mburoja e dikujt që ishte detyruar të rritej tepër shpejt, pa mbrojtjen e duhur. Nuk e di, u përgjigj ai me ndershmëri. 87 ditë. Brikena tregoi me gisht kartonin me një gjest të shkurtër. Nëna ime zgjohet në orën 5 të mëngjesit, merr 2 autobus për të arritur në vilën tuaj, punon 12 orë dhe kthehet të flej këtu. Dhe ju po më thoni se nuk e dinit? Pyetja nuk ishte retorike. Ishte një akuzë me volumin e një zëri të qetë. Eduardi shikoi Rozën. Duart e çara. Rrethinat e syve që i kishte vënë re javë më parë dhe kishte zgjedhur të ignoronte. Hapësirën në mbikalim, kartonin, plastikën e mekur, qiriun në kavanozin e xhamit. Gjithçka ajo ishte më pak se 30 kilometra larg sujtës së mermert ku ai flinte. Nëna ime nuk e ha drekën që përgatit në shtëpinë tuaj, vazhdoi Brikena, pa mëshirë e pa mizori, vetëm me precizionin e ftohtë të dikujt që përshkruan faktet. Ajo e sjell këtu. Sepse gjyshja ime duhet të hajë. Sepse Genti duhet të hajë. Sepse ajo është e tillë. Dhe ju kur nuk keni qenë kureshtar mjaftueshëm për të pyetur pse. Nëna Teuta e vëzhgonte skenën me sytë e gjysmë mbyllur, pa ndërhyrë. Genti ishte ngritur dhe qëndronte në këmbë prapa motrës, me fletoren ende në dorë, duke studiuar fytyrën e burrit të pasur me një shprehje që nuk shfaqte frikë, por vetëm vëmendje. Më lejon? Eduardi zgjodhi dorën në drejtim të fletores, në një mënyrë aq të papritur sa vetë gjesti e surprizoi. Genti shikoi Brikenën. Ajo dha një ulje koke pothuajse të padukshme. Ai ja kaloi fletoren. Eduardi e hapte në faqen ku djaloshi kishte ndaluar. Shkrimi ishte i imët dhe i rregullt, i shkruar me lapsin e shkurtër mbi vijat ngjyrë kashte të një fletoreje me kapak të rrudhur.
Në qoshen e sipërme të faqes, me një kaligrafik tjetër më të kujdesshëm, sikur ajo fjali të kishte qenë e shkruar në një çast tjetër e me një qëllim tjetër, gjendej një rresht që Eduardi e lexoi një herë, pastaj e lexoi sërish, dhe që mbeti I gdhendur brenda tij me qëndrueshmërinë e gjërave që ndryshojnë drejtimin e një jete. Dua të bëhem mjek për të shëruar nënën time. Ai nuk mundi ta mbante veten. Lotët erdhën pa paralajmërim, siç ndodh me të vërtetat që rrinë duke pritur orën e saktë për t'u ndier. Eduardi u përpoq ta fshehte, shtypte gishtat në qoshen e syrit, por Brikena e kishte parë tashmë. Ajo nuk e zbuti shikimin, vetëm vëzhgoi, sikur t'i nevojitej ta regjistronte atë reagim para se të vendoste se çfarë të bënte me të. Roza qëndronte me duart e bashkuara përpara trupit, me sytë e përlotur duke pritur. Ajo priste ende më të keqen. 3 vjet pa dukshmëri I kishin mësuar se emocionet e pronarëve rrallë konvertoheshin në veprim të vërtetë. Eduardi ja kthye fletoren Gentit me një kujdes që nuk kishte planifikuar ta shfaqte. Sa vjeç je? E pyeti ai djaloshin. 19. Dhe ti do mjekësin? Dua, u përgjigj Genti, pa hezitim e pa zbukurime. Thjeshtësia e përgjigjes kishte peshën e një promese të vjetër. Eduardi mbeti në heshtje për disa sekonda, zhurma e mbytur e trafikun sipër duke mbushur hapësirën si një sfond që qyteti kishte harruar ta fikte. Shikoi kartonin në 2 sheme. Qiriun në kavanozin e xhamit. Nëna Teutën të mbështetur të shtylla me pallton tepër të madhe për të. Brikenën me krahët e kryqëzuar dhe shikimin që nuk kërkonte asgjë por kërkonte gjithçka. Rozën që mbante enën e zbrazët të ushqimit dhe priste vendimin me qëndrimin e dikujt që ka mësuar se dinjiteti mund t'i mbjetoj pothuajse çdo gjëje, përveç pasigurisë. Po shkoj të marr makinën, tha Eduardi përfundimisht dhe zëri I doli më I fortë nga sa priste. Për çfarë? Pyeti Brikena me mosbesimin e paprekur. Për t'ju marrë juve që këtej. Heshtja që u krijua pas kësaj fjalie nuk ishte heshtja e lehtësimit. Ishte heshtja e dikujt që dëgjon një premtim për herë të parë dhe nuk e di ende nëse mund të besoj. Roza hape gojen, e mbylli dhe shikoi nënën e saj. Nëna Teuta, nga ana e saj, shikoi qiriun që digjej në kavanozin e xhamit, atë flak të vogël e ngulmuese që kishte qenë, për 87 net, e vetmja burim nxehtësie për të gjithë ata. Nëse guximi I Brikenës dhe fjalia në fletoren e Gentit ju prekën, regjistrohu në kanal. Është një gjest I thjeshtë që e ndihmon shumë punën tonë. Dhe vazhdoni me ne, sepse ajo që Eduardi do të zbuloj brenda vetë vilës së tij mund të ndryshojë ende gjithçka. Të pakta gjëra që zotëronte familja nxinin në 2 qese dhe një çantë shpine të konsumuar. Brikena e palosi jorganin me një efikasitet që tregonte përvojë të gjatë e të dhëmbshme dhe e futi brenda çantës pa ceremoni. Genti mblodhi fletoret me kujdesin e dikujt që ruan dokumentet të çmuara, dhe ato ishin, në një farë mënyre, dokumentet më të çmuara që ai zotëronte. Nëna Teuta u ngrit në këmbë me ndihmën diskrete të mbesës, pa e pranuar krahun që I ofroi Eduardi, vetëm rregulloi pallton tepër të madhe mbi shpatulla dhe e shikoi hapësirën në mbikalim me një shprehje që nuk ishte mall, por diçka më e komplikuar, shikimi I dikujt që mbyll një kapitull të keq duke e ditur se kapitujt e këqij janë gjithashtu pjesë e historisë. Roza mbeti e ndalur për një çast duke shikuar qiriun që digjej ende në kavanozin e xhamit. Fike, tha Brikena me mirësi. Ajo e fiku. Rruga e kthimit për në Lundër zgjati 40 minuta në xhipin e heshtur. Nëna Teuta zuri vendin e pasëm mes Rozës dhe Brikenës, me sytë e gjysmë mbyllur gjatë pjesës më të madhe të udhëtimit, me pallton ende të shtrënguar mbi gjoks sikur I ftoti 87 netëve të mos lëshonte aq lehtë. Genti qëndroi në vendin e parë pranë Eduardit me fletoren në krah dhe e kaloi të gjithë rrugën duke shikuar nga dritarja me vëmendjen e përqendruar të dikujt që nuk çon dëm asnjë mundësi për të vëzhguar botën. Askush nuk foli shumë. Qyteti parakalonte jashtë, I njëjti qytet për të gjithë, por I perceptuar nga kënde tërësisht të ndryshme. Kur xhipi hyri nga rampa e mbuluar e vilës dhe porta automatike u mbyll prapa tyre, Brikena shikoi ambientin rrethues, muret e larta, kopshtin e ndriçuar nga projektoret e varrosur në tokë, fasadën prej gurit të çelur me linjat e saj të drejta e të shtrenjta. Nuk tha gjë. Por Eduardi pa çastin kur ajo gëllatiti pështymën dhe I drejtoi shpatullat, sikur po përgatiste trupin për një vështirësi të një lloji të ri. Ju do të qëndroni në suitën e miqve, tha ai, duke I udhëhequr nga dera anësore. Është e gjerë. Ka 2 banja.
Ne nuk do t'ju bezdisim, zoti, filloi Roza, me zërin që përdorte për të kërkuar falje që ekzistonte në hapësirën e gabuar. Roza. Ai u ndal dhe e shikoi përballë me një fortësi që nuk ishte me vështësi, por që nuk linte hapësirë për negociata. Ti nuk do të më bezdisësh. Asnjëri prej jush nuk do të më bezdis. Viviana kishte dalë më herët atë pasdite për një darkë me shoqet dhe I kishte dërguar një mesazh ku thoshte se do të kthehej vonë. Eduardi e kishte marrë tekstin pa u përgjigjur. Në atë çast, mungesa e saj ishte një lloj lehtësimi që ai preferonte të mos e ekzaminonte nga afër. Suita e miqve gjendej në krahun perëndimor të kavit të dytë, një hapësirë që Viviana e kishte dekoruar për të bërë përshtypje të vizitorët që rrallë vinin, me çarçaf 400 thiesh, perde kadifeje dhe një banjë të veshur me mermer të hirë. Ishte lloji I dhomës që Eduardi kur nuk kishte menduar t'ia ofronte dikujt nga një realitet tjetër shoqëror. Ndërsa hapte derën dhe ndiste dritat, ky mendim e përshkoi me qartësinë e pakëndshme të një autokritike të vonuar. Nëna Teuta hyri e para. Ndaloi në mes të dhomës dhe mbeti duke shikuar krevatin me një shprehje të pamundur për t'u emërtuar. Ishte tepër I madh, tepër I bardhë, tepër I butë, e kundërta absolute e kartonit. Nën. Roza u afrua dhe ja mori dorën me kujdes. Mirë jam, tha nëna Teuta, për herë të tretë atë natë, por këtë herë zëri kishte një tekstur tjetër. Më të lagësht. Më të thellë. Brikena eksploroi banjën dhe u kthye te dera me një shikim që përpiqej të fshehte surprizën. Ka ujë të ngrohtë? E pyeti ajo Eduardin dhe në pyetje kishte më pak kureshtje se sa kujdes, sikur përgjigja mund të ishte një zhgënjim. Ka. Gjithmonë. Ajo uli kokën në shenjë pohimi dhe nuk tha më asgjë. Por kur hyri në banjë dhe mbylli derën, Eduardi dëgjoi, disa minuta më vonë, zhurmën e dushit të ndezur dhe mbeti I ndalur në korridor për një çast, duke menduar se çfarë do të thoshte. Pas 87 netësh në qiell të hapur e ujë të ftohtë nga çezmat publike, ta ndjente atë ujë të ngrohtë duke I rrjedhur nëpër trup për herë të parë. Genti ishte I ulur në buzë të krevatit me fletoren e hapur në krah, duke bërë shënime në dritën e ngrohtë të abazhurit. Ngriti syt kur Eduardi hyri për të lënë peshqir të pastër mbi tavolinë. Mund të përdorësh tavolinën e dhomës për të studiuar, tha Eduardi. Ka një karrige më të mirë në korridor, mund ta sjell. Këtu është shumë mirë, u përgjigj Genti. Faleminderit, zoti, Eduard. Mund të më thërrasësh, Eduard. Djaloshi tundi kokën dhe u kthye te fletoria. Kishte një vetë përmbajtje tek ai që Eduardi e njohu si disiplinën specifike të dikujt që ka mësuar të mos festoj para se të kuptoj nëse situata është e përhershme. Roza kishte mbetur në këmbë pranë dritares, me krahët e kryqëzuar mbi gjoks, duke shikuar kopshtin e ndriçuar poshtë. Eduardi shkoi te ajo. Ti duhet të hash diçka, tha ai. Unë hënga darkë. Ti nuk hëngre darkë. Ai e tha këtë pa akuzë, vetëm si një fakt të vendosur. Ti nuk ha si që duhet për javësh. Unë e pash atë që solle në enën e ushimit sot. Ishte ushim për 4 persona dhe nuk mbeti asgjë për ty. Roza nuk u përgjigj me njëherë. Mbeti duke shikuar kopshtin për disa sekonda para se ta kthente fytyrën lehtësisht në drejtim të tij. Nëse ha këtu, do të ma zbritni nga rroga? Pyetja doli pa ligësi, por me një natyrshmëri që zbulonte një kushtëzim të gjatë e metodik. Ajo kishte mësuar në një çast të muajve të fundit të ngihej ndaj çdo gjesti bujarie para se ta pranonte atë. Të ngihej veçanërisht brenda asaj shtëpie. Jo, u përgjigj Eduardi. Dhe pesha e asaj fjale të thjesht, nevoja për ta thënë atë që ajo të duhej të thuaj, u vendos mbi të me një rëndes që nuk do të kalonte aq shpejt. Ai zbriti në kuzhinë, përgatiti një pjatë me çfarë kishte në frigorifer dhe u ngjit përsëri. E la mbi tavolinë pa ceremonit, I uroi natën e mirë dhe doli. Në zyrtar, Eduardi mbeti përpara kompjuterit për një kohë të gjatë para se të hapte sistemin e menaxhimit financiar të shtëpisë. Ishte pothuajse ora 11 e natës. Heshtja e kavit të dytë ishte e dendur, e ndërprer vetëm nga zhurma e largët e dushit, që tani po e përdorte Genti. Ai hapte historikun e pagesave të personelit shtëpiak të 6 muajve të fundit. Regjistrimet e transfertave tregonin derdhje të rregullta 2 javore me përshkrimin pagesë e punonjëses shtëpiake. Eduardi kaloi vlerat me shikim dhe ndaloi. 12.000 euro çdo 2 javë, ishte vlera e rënë dakord në kontratë.
Ishte vlera që sistemi shfaqte si transfer të autorizuar. Por llogaria e destinacionit nuk ishte llogaria e Rozës. Ishte një llogari me numërim të ndryshëm, një bank tjetër, një shifër kontrolli që ai nuk e njohu. Eduardi hapi menaxherin e të dhënave bankare të regjistruara për Rozën dhe i krahasoi ato me destinacionet e transfertave të 3 muajve të fundit. Numrat nuk përputheshin. Nuk ishte gabim shtypi. Nuk ishte ngatërres sistemi. 6 pagesat e fundit të destinuara për Rozën kishin qenë të drejtuara në një llogari tjetër. Dhe sistemi regjistronte se ndryshimi i numrit bankar kishte qenë bërë nga një përdorues me leje të administratorit shtëpiak, një akses që ai kur nuk e kishte përdorur personalisht, sepse kur nuk i kishte menaxhuar personalisht pagesat e shtëpisë. Viviana menaxhonte pagesat. Eduardi mbeti i palvizur përpara ekranit. Informacioni ishte aty, i organizuar me ftohtësinë objektive të regjistrimeve digjitale, pa gjykim, pa emocione, vetëm të dhëna. Por ajo që ato përshkruanin nuk nxinte brenda ftohtësisë së një flete llogaritse. Ai u kthye te historiku dhe gjurmoi llogarinë e destinacionit me të dhënat që mund të merrte në sistem. I deshën 20 minuta. Kur gjeti atë që kërkonte, mbeti duke shikuar ekranin për kohë të mjaftueshme sa mbrojtësi i ekranit u aktivizua dhe fshiu gjithçka. Llogaria ku vlerat kishin qenë ridrejtuar ishte e lidhur me një kartë krediti në emër të Viviana Krasniqit. Eduardi u mbështet prapa në karrige, vendosi bëryllat mbi tavolinë dhe shtypi të dyja duart në fytyrë. Nga korridori vinte zhurma e hapave të lehtë, ndoshta e brikenës që kur nuk flinte herët, e më pas heshtja kthehej sërish, e rëndë dhe zbuluese si të dhënat që ai kishte lexuar. 12.000 euro çdo 2 javë. Kontrata e thoshte këtë. Por ajo që Roza kishte marrë gjatë muajve të fundit ishte diçka tjetër, një sumë që Eduardi ende duhej ta llogariste me precizion, por që qartësisht nuk ishte ajo që kishte qenë rënë dakord. Dhe ndërsa Roza merrte më pak se sa i takonte me të drejtë, ajo kishte humbur qiran e dhomës ku jetonte. Kishte dërguar familjen e saj në një mbikalim. Kishte vuajtur nga uria që të tjerët të mund të hanin. Kishte humbur ndjenjat në dyshemen prej porcelanit të një burri që nënshkruante autorizime pa verifikuar se ku shkonin paratë. Kur Viviana hyri nga dera kryesore pak para mesnatës duke bërë zhurmën karakteristike të dikujt që kthehet nga një darkë e gjallë, Eduardi e kishte mbyllur kompjuterin dhe ishte i ulur në errësirën e zyrës, me dritën e fikur dhe të gjitha të dhënat e ruajtura, në memorien e sistemit i cili regjistronte gjithçka dhe në memorien e syve, të cilët atë natë kishin parë tepër për të pretenduar se nuk dinin. Ai dëgjoi hapat e bashkëshortes që ngjitej shkallëve. Dëgjoi derën e dhomës kryesore të hapej dhe të mbyllej. Dhe mbeti aty ku ishte, në errësirë, duke riorganizuar heshturazi gjithçka që kishte supozuar se ishte e vërtetë. Mëngjesi i ardhshëm do të vinte. Dhe bashkë me të, llogaria. Mëngjesi i së dielës hyri nga dritarja e sujtës së miqve me një dritë të ndryshme nga ajo me të cilën Brikena ishte mësuar, jo e hirtë e lagësht e betonit e filtruar nga plastika e mekur, por një dritë e ngrohtë dhe e drejt për drejt që u vendos mbi krevat dhe mbeti aty, e palvizur, pa kërkuar leje. Ajo u zgjua para të gjithëve. U ul në buzë të dyshekut për disa minuta vetëm duke vëzhguar atë dritë, sikur t'i nevojitej të verifikonte nëse ishte e vërtet para se të ngrihej. Nëna Teuta flinte ende, me fytyrën e zhytur në jastëkun e bardhë me një paqe që Brikena nuk e kishte parë në fytyrën e gjyshes prej kohësh, paqja që vjen nga trupi, nga skeleti që më në fund pushonte mbi një sipërfaqe që nuk ishte karton. Genti ishte ulur mbi tavolinën e dhomës me fletoren e hapur, duke shkruar në dritën e abazhurit që kishte mbetur ndezur gjithë natën. Ai ishte zgjuar edhe para saj. Roza nuk ishte në dhomë. Brikena zbriti shkallët në majë të gishtave dhe gjeti atë që kishte prit të gjente, Rozën në kuzhinë me uniform, duke përgatitur mëngjesin me automatizmin e 3 vjetëve rutinë. Çajniku në zjarr, buka në tost, gota të rreshtuara në bancat si ushtar në pozicion pushimi. Duart e Rozës lëviznin në hapësirën e asaj kuzhine me një njohje që ja partenonte një lloj tjetër lidhjeje, jo asaj të shërbimit, por asaj të zakonisë së thellë. Asaj të gruas që kujdeset sepse kujdesi është e vetmja gjuhë që trupi ka mësuar të flasë pa qenë nevoja që dikush t'i kërkoj. Nën, tha Brikena, e ndalur në hyrje të kuzhinës. Roza ngriti fytyrën. Kishte diçka të turpëruar në shprehjen e saj, sikur të kishte kapur veten në një zakon që e dinte se ishte i gabuar por nuk mund ta lëshonte. Kjo është ajo që di të bëj, tha ajo. E di.
Brikena hyri, mori një gotë të dytë dhe e vendosi pranë të tjerave. Por sot ti ulesh bashkë me ne. Eduardi zbriti në orën 7:30 dhe gjeti tavolinën e dhomës së ngrënjes të shtruar në një mënyrë që nuk kishte qenë planifikuar nga askush, gotat e rreshtuara, shporta e bukës në qendër, dhe Roza e ulur në një nga karriget anësore me duart në krah, në një qendrim që ishte gjysma përpjekje e gjysma dorëzim përpara gjestit të thjeshtë të zënies së një vendi në tavolinë. Genti kishte zbritur me fletoren nën krah. Nëna Teuta, e mbështetur në mbajtësen e shkallëve, ecte përgjatë korridorit me ngadalësinë dinjitoze të dikujt që nuk ka nxitime për të arritur diku sepse ka mbërritur ku duhej. Eduardi shërbeu kafet pa bërë ceremoni. U ul në krye të tavolinës. Dhe për disa minuta, jo shumë, por të mjaftueshme për të lënë shenjë në memorien e secilit që ishte aty, ajo tavolinë xhami e vilës në Lundër strehoi njerëz që kur nuk kishin ndarë një me alnën të njëjtën çati, dhe që ndoshta kur nuk e imagjinonin se do të mundeshin. Ishte në këtë çast që Viviana zbriti. Ajo u shfaq në majë të shkallëve me robë dhomën prej mëndafshit të lidhur në bel dhe me flokët ende të kapur nga dita e mëparshme, duke mbajtur celularin sikur të ishte një zgjatim natyror i dorës. Zbriti shkallët e para pa shikuar poshtë. Kur sytë e saj u vendosën mbi tavolinë, mbi nëna Teutën, mbi Brikenën, mbi Gentin, mbi Rozën të ulur në një nga karriget e mira të dhomës së ngrënjes, lëvizja ndaloi. Heshtja zgjati 3 sekonda. Çfarë është kjo? Viviana zbriti pjesën tjetër të shkallëve me një ngadalësi që ishte më e keqe se ngutja, sepse zbulonte se ajo po bënte llogaritje ndërsa ecte. Mirëmëngjes, Viviana, tha Eduardi, pa ngritur syt nga filxhani. Eduard. Zëri i saj kishte fijet e tensionuara të dikujt që përpiqet të ruajë kontrollin e skenës para se të kuptoj plotësisht se çfarë po ndodh. Kush janë këta njerëz në tavolinën time? Janë miq. Fjetën në suitën e miqve. Miq. Ajo e përsëriti fjalën me intonacionin e dikujt që e ka gjetur atë në një gjuhë të huaj. Kjo është familja e punonjëses së shtëpisë. Është familja e Rozës, e korrigjoi Eduardi, dhe detaji i korrigjimit nuk kaloi pa u vënë re nga askush në tavolinë. Viviana e shikoi Rozën me një shprehje që Eduardi kur nuk e kishte studiuar nga afër, por që tani e njohu me qartësi, nuk ishte zemërim i pastër. Ishte paniku i dikujt që ndjen tokën t'i rrëshqas nën këmbë dhe përpiqet ende të fshehë se po bie. Roza. A mund të më shpjegosh se çfarë po bën familja jote brenda shtëpisë sime? Roza hapi gojen. Por ishte Brikena ajo që u përgjigj me zërin e matur dhe të saktë të dikujt që e kishte provuar atë çast më shumë se një herë gjatë netëve në mbikalim, duke imagjinuar se si do të ishte kur më në fund të vinte. Ne po jetonim në një orë, zonja Viviana. Bashkëshorti juaj erdhi e na mori atje. Në një orë. Viviana la një buzëqeshje të hollë e pa nxehtësi të shfaqej në fytyrë. Sa histori e përshtatshme për një mëngjes të së dielës. Nuk është histori, tha Brikena. Janë 87 ditë të dokumentuara. Dhe ka edhe diçka tjetër që ju ndoshta do të dëshironit ta dinit, të cilën e ruaj prej kohësh duke prit çastin e duhur. Diçka në tonin e Brikenës e bëri Vivianën të ndalonte. Një cilësi specifike në atë fjalit të fundit, një qëndrueshmëri që nuk ishte mburrje. Ishte vendosmëria e dikujt që ka prova dhe e di këtë. Brikena u ngrit nga karrigia, u ngjit shkallëve pa nxitime dhe u kthye 2 minuta më vonë me një qese plastike transparente, të mbajtur të palosur me një elastik. Ajo e shpalosi qesen mbi tavolinën prej xhami me lëvizje të sakta e të menduara mirë, si dikush që hap një zarf që e ka mbajtur për tepër kohë. Brenda gjendeshin 6 flet letre. Dëftesa. Ajo i vendosi ato mbi tavolinë një nga një, në rend kronologjik, pa dramatizëm, vetëm me solemnitetin e qetë të dikujt që depoziton të vërteta që kanë prit muaj të re për çastin që të shihen. Eduardi mori dëftesën e parë në duart e tij. Ishte një flet letre e zakonshme, me vlerën prej 6.000 eurosh të shkruar me dorë në rreshtin e pagesës, me datën e 3 muajve më parë dhe një nënshkrim në fushën e caktuar për përgjegjësin. Ai e njihte atë nënshkrim. Jetonte me të në dokumentet e shtëpisë prej vitesh. Ishte nënshkrimi i Vivianës. Ai mori dëftesën e dytë. 6.000 euro. I njëjti nënshkrim. Më pas të tretën, të katërtën, të pestën, të gjashtën. Të gjitha me vlera prej 6.000 eurosh. Të gjitha të nënshkruara nga Viviana.
Të gjitha duke ju përgjigjur datave në të cilat sistemi financiar i shtëpisë kishte regjistruar dalje prej 12.000 eurosh. Dallimi mes asaj që kishte dalë nga llogaria dhe asaj që Roza kishte marrë ishte, në çdo 2 javësh, saktësisht 6.000 euro. Eduardi mbeti duke shikuar 6 dëftesat e rreshtuara mbi xhamin e tavolinës për kohë të mjaftueshme sa të bënte llogaritjen pa pasur nevojë për letër. 36.000 euro. Në 3 muaj. Viviana, tha ai, me një qetësi që i kushtoi më shumë përpjekje se çdo ton i ngritur, më duhet që ti shikosh këto dokumente. Viviana shikoi. Dhe Eduardi pa, në atë çast, momentin e sakt kur maska u kris, nuk u thye, nuk ra, por u kris, si porcelani që absorbion një goditje të fortë dhe ruan ende formën për disa sekonda para se të dorëzohet. Këto letra nuk provojnë asgjë, tha ajo. Zëri kishte humbur fijet e kontrollit të mëparshëm. Çdo njeri mund të shkruajë një dëftesë me. Çfarë do nënshkrimi? Me nënshkrimin tënd? Me shkrimin tënd? U përgjigj Eduardi. Eduard, ti do t'i besosh fjalës së një punonjëse e shtëpie kundrejt fjalës së bashkëshortes sate? Do t'u besoj dokumenteve. Ai mori celularin dhe fotografoi çdo dëftesë me kujdes, duke verifikuar kuadrin para se të kalonte te tjetra. Më pas hapi aplikacionin e ruajtjes në re dhe i dërgoi të gjitha imazhet. Dhe sapo e ruajta çdo foto në 3 vende të ndryshme. Thjesht për siguri. Ti po më trajton mua sikur të jemi e fajshme për diçka, tha Viviana, dhe zëri përfundimisht humbi vetë përmbajtjen, duke u ngritur në një ton që përziente indignatën me diçka që i afrohej shumë dëshpërimit. Përpara njerëzve që as nuk i njoh, brenda vetë shtëpisë sime. Sistemi i pagesave shtëpiake, vazhdoi Eduardi, pa e ngritur zërin e vet, regjistron transferta 2 javore prej 12.000 eurosh që dalin nga kjo llogari dhe arrin në një llogari të lidhur me kartën tënde personale të kreditit. Jo me kartën e shtëpisë. Me kartën tënde. Heshtja që pasoi ishte e një natyre tjetër. Ishte heshtja që ndodh kur të gjitha versionet e mundshme të realitetit kolapsojnë në një të vetëm, dhe nuk ka më asnjë argument që të mbajë në këmbë ndonjë version tjetër. Nëna Teuta e vëzhgonte skenën nga karrigia me sytë e hapur e të qetë, me duart e bashkuara mbi krah. Roza kishte ulur fytyrën me shpatullat e tensionuara mbi tavolinë, duke mbajtur diçka që nuk ishte dobësi, ishte lehtësimi fizik e coptues i dikujt që mbart një të vërtet tepër të rëndë për tepër kohë dhe më në fund mund ta lëshoj. Genti kishte mbyllur fletoren dhe e shikonte Vivianën me vëmendjen e fortë e pa gjykim të dikujt që po regjistron gjithçka për ta kuptuar më vonë. Viviana mbeti e ndalur në mes të sallonit për disa sekonda të gjata. Më pas, pa thënë më asgjë, ktheu shpinën dhe u ngjit shkallëve. Eduardi shikoi 6 dëftesat e vendosura mbi xhamin e tavolinës. 6 flet letre të thjeshta që një ere e 18 vjeçe i kishte ruajtur brenda një qeseje plastike për muaj të tërë, në një mbikalim, me qartësinë taktike të dikujt që e dinte se e vërteta e atyre që nuk kanë pushtet ka vlerë vetëm kur shoqërohet me prova. Ai i mblodhi ato me kujdes, një nga një, dhe i ruajti brenda vetë xhaketës së tij. Nëse zbulimi i dëftesave nga Brikena ju la pa fjalë, regjistrohu në kanal. Është një gjest i thjeshtë që e ndihmon shumë punën tonë. Dhe mos ikni, sepse Viviana ende nuk ka thënë fjalën e saj të fundit, dhe ajo që ajo do të bëjë më tej do të ndryshojë gjithçka. Gjatë 10 minutave vijuese, vila mbeti e pezulluar në një lloj heshtjeje të tensionuare elektrike, si ajri para një stuhje që nuk ka vendosur ende se në cilin drejtim do të bjerë. Eduardi mbeti te tavolina. Brikena, Genti dhe nëna Teuta po ashtu. Roza kishte u ngritur dhe kishte mbetur pranë dritares së sallonit, me shpinë nga të gjithë, duke shikuar kopshtin me qëndrimin e dikujt që nuk e di se cilën hapësirë të zërë në një çast që kur nuk e imagjinonte se do të vinte. Ajo do të marrë në telefon policinë, tha Roza, pa u kthyer. Zëri ishte i ulët, por mbarte sigurinë specifike të dikujt që e konoce kërcënimin nga afër, sepse e kishte dëgjuar më parë, më shumë se një herë, si një rikujtesë periodike se deri ku duhej të arrinte heshtja. Ajo gjithmonë e thoshte këtë. Se po të hapja gojen për këdo, do të më denonconte për vjedhje. Se do të thoshte se unë vjedh nga shtëpia. Heshtja që pasoi ishte e ndryshme nga të mëparshme. Ishte lloji i heshtjes që lind kur një informacion ulet mbi tavolinë dhe ndryshon peshën e çdo gjëje që ishte tashmë aty. Eduardi e shikoi Rozën.
trupin e harkuar, duart e kryqëzuara mbi bark, mënyrën se si ajo ende nuk mund të shikonte askënd ndërsa fliste, sikur rrëfimi të ishte një dobësi në vend të aktit të guximit që ishte. Prej sa kohësh ajo e kërcënonte këtë? Pyeti ai. Që kur filloi të priste rrogën. Roza u kthye ngadalë. 3 muaj më parë. Ajo tha se po të ankohesha, po t'ju tregoja juve apo kujto tjetër, do të më largonte nga puna menjëherë dhe madje do të regjistronte një proces verbal se unë isha zhdukur me bishuteritë e shtëpisë. Se fjala ime nuk do të vlente asgjë kundrejt saj. Dhe ti e besove, tha Eduardi. Nuk ishte një akuzë. Ishte kuptimi që arrinte vonë. Kisha frikë. Roza e shikoi atë përballë për herë të parë atë mëngjes. Jo për veten time. Kisha frikë për ata. Ajo tregoi me një gjest minimal në drejtim të nënës, të Brikenës, të Gentit. Po ta humbisja këtë punë pa referencë, pa asgjë, pa mundur as të shpjegoja pse ika, ne nuk do të kishim më asnjë rrugdalje. Kështu që qëndrova pa hapur gojen. Mora atë që ajo më jepte, nuk thash gjë dhe vazhdova ta shtyja. Brikena po dëgjonte me krahët e mbështetur mbi tavolinë, me fytyrën të kthyer nga ema me një shprehje që ishte në të njëjtën kohë krenari dhe dhimbje, shikimi i dikujt që e di saktësisht se sa ka kushtuar ajo heshtje, sepse kishte fjetur pasojat e saj natë pas nate, e mbështjell në të vetmen pallto të familjes, nën mbi kalim. Nën, tha ajo, me një butësi që kontrastonte me gjithçka tjetër që kishte shfaqur gjatë ditëve të fundit. Ti nuk duhej të më mbroje mua nga e dëgjuara e kësaj. Ishte problemi im për ta zgjidhur, u përgjigj Roza. Ishte problemi i të gjithëve, tha Brikena. Dhe të gjithë jemi këtu. Ishte në këtë çast që dëgjuan hapat në katin e sipërm. Jo hapat e lehtë të dikujt që lëviz nga një dhomë në tjetrën, ishin hapa me qëllim, me peshën e një vendimi të marrë. Viviana zbriti shkallët me çantën në krah dhe celularin në dorë, me flokët tani të kapur dhe robëdhomën të ndëruar me një veshje daljeje. Ajo i kishte përdorur 10 minutat e mungesës për të mbledhur veten, dhe rezultati ishte një version i vetes që përpiqej të projektonte kontroll mbi një situatë që kishte dalë tashmë nga duart e saj. Përpiqej. Eduard, do të më duhet të kërkosh që këta njerëz të largohen nga shtëpia jon tani. Ajo ndaloi në mes të sallonit dhe nuk shikoi asnjë nga të tjerët, sikur, duke mos i shikuar, të mund t'i zvogëlonte praninë e tyre në diçka pa asnjë pasojë reale. Përndryshe, do të regjistroj një denoncim në polici për hyrje të paligjshme në shtëpi. Hyrje të paligjshme. Eduardi u ngrit ngadalë nga karrigia. Unë i solla këta njerëz. Unë e hapa derën. Unë u ofrova dhomën. Nëse dikush do të regjistroj diçka në këtë histori, do të jetë kundër teje. Viviana e shikoi atë me shprehjen e dikujt që ka kaluar një vijë që besonte se ishte e paprekshme. Ti po zgjedh punonjësen e shtëpisë kundrejt bashkëshortes sate. Po zgjedh të vërtetën, u përgjigj ai. Që nuk është e njëjta gjë në rastin tënd. Viviana hapi gojen, e mbylli, e hapi sërish. Më pas ktheu shikimin te Roza dhe aty kishte diçka që Eduardi e njohu si mbetjen e fundit të një kërcënimi që kishte humbur tokën nën këmbë, por përpiqej ende të mbahej nga zakoni i pastër i frikësimit. Nëse mendon se këto letra kuptojnë diçka, tha Viviana, me zërin që ulej në një ton që synonte të ishte përfundimtar, do të kuptosh se nënshkrimi i një dëftese nuk përbën asnjë krim. Është fjala jote kundrejt siles sime, Roza. Dhe fjalët kanë adresa. Jo saktësisht, tha Brikena. Ajo u ngrit nga karrigia me një qetësi që dukej më e vjetër se 80 vjetët e saj, dhe e shikoi Vivianën me qetësinë specifike të dikujt që kishte dalë në teren e përgatitur. Sepse përveç dëftesave, ekziston sistemi i pagesave të shtëpisë, të cilin Eduardi e ka parë tashmë mbrëm. Ekziston llogaria e destinacionit të transfertave, e cila është e lidhur me kartën tënde personale të kreditit. Dhe ekziston historiku i blerjeve të asaj karte gjatë 3 muajve të fundit. Restorante, dyqane luksoze, procedura estetike, gjithçka në data që përputhen saktësisht me ditët kur nëna ime merrte gjysmën e rrogës që i takonte me të drejtë. Kjo nuk është fjalë kundrejt fjale. Kjo është gjurmë të dhënash. Heshtja që u krijua pas asaj fjalie ishte heshtja e dikujt që u ekspozua në të gjitha këndet e mundshme dhe nuk ka gjetur ende rrugdalje. Viviana e shikoi Brikenën me një shprehje që Eduardi kur nuk e kishte parë në fytyrën e bashkëshortes. Nuk ishte zemërim, nuk ishte ftohtësi e llogaritur, ishte çudi e sinqertë.
Ajo nuk e kishte prit atë të re. Kishte llogaritur Rozën, kishte llogaritur Eduardin, por nuk kishte llogaritur Brikenën, vajzën që qëndronte zgjuar në netët e ftohta duke ruajtur dëftesat brenda një qeseje plastike sepse kishte vendosur, në një çast të 87 netëve nën mbi kalim, se familja nuk do të dilte nga ajo grop pa dokumentuar çdo detaj të padrejtësisë së pësuar. Viviana, tha Eduardi, me zërin e dikujt që mbyll një negociat pa hapësirë për kundërpropozim. Ti do të kthyesh çdo qindark që ke devijuar nga rroga e Rozës. 36.000 euro. Brenda 48 orësh. Nëse nuk i kthen, do t'i dërgoj të gjitha dokumentet të departamenti juridik i kompanisë dhe të një avokat pune të cilin Roza ka të drejtë të plot ta punësoj. Eduard, dhe nuk do të regjistrosh asnjë denoncim. Ai e tha këtë pa e ngritur zërin, por me një qartësi që nuk pranonte interpretim tjetër. Sepse çdo përpjekje për denoncim të rrem do të përplaset me 6 dëftesa origjinale, me historikun e sistemit financiar të kësaj shtëpie dhe me dëshminë e 4 njerëzve që ishin në këtë dhomë këtë mëngjes. Viviana mbeti e ndalur për një çast që u duk më i gjatë nga sa ishte. Më pas mori çantën me fortësi, rregulloi krahun dhe eci në drejtim të derës kryesore me ngurtësinë e dikujt që ruan çfarë mundet nga qëndrimi i vet kur gjithçka tjetër nuk mund të ruhet më. Para se të dilte, ajo ndaloi me dorën në njomëzën e derës. Nuk u kthye. Shpresoj se ja vlen, tha. Dhe e hapi derën. Zhurma e derës që u mbyll ishte e thatë dhe përfundimtare, si një pikë përfundimtare e vendosur në vendin e gabuar të një historie që kishte zgjatur tepër kohë. Salloni mbeti në heshtje për disa sekonda. Nëna Teuta ishte e para që u lëviz, u drejtua në karrige me atë dinjitet që vinte nga dekada përvoje, dhe e shikoi Rozën me sy që thoshnin gjithçka që fjalët nuk kishin nevojë të thoshnin në atë çast. Genti e hapte fletoren mbi tavolinë dhe mbeti duke shikuar faqen e bardhë para se të fillonte të shkruante, jo shënimet e studimit, por diçka më të ngadaltë, më të kujdesshme, si dikush që përpiqet të regjistrojë një ngjarje para se ajo të përzihet me memorien e të humbas konturet e sakta. Brikena shkoi te ëma. Nuk tha gjë. Vetëm mbeti në këmbë pranë saj, me shpatullën që prekte shpatullën e Rozës, dhe të dyja mbetën kështu, duke shikuar derën e mbyllur në një heshtje që nuk ishte e zbrazët. Ishte heshtja e dikujt që kaloi diçka shumë të rëndë dhe po mëson ende se si quhet ana tjetër. Eduardi shkoi te dritarja. Jashtë, kopshti i vilës shkëlqente nën mëngjesin e tetorit me atë bukuri të ruajtur me kujdes që ai kishte rreshtur së pari nga që bënte pjesë aq shumë në peizazh. Ai mendoi për Rozën që zgjohej në orën 5 të mëngjesit, merrte 2 autobus, arrinte te ajo dera anësore, kujdesej për atë shtëpi, për atë jetë që nuk ishte e saj, e që kishte qenë ndërtuar pjesërisht në kurriz të saj. Kishte shumë për të bërë. Telefonata për të bërë, dokumente për të organizuar, vendime që nuk kishin ende formë të përcaktuar, por që Eduardi i ndjente tashmë të strukturoheshin brenda tij me qëndrueshmërinë e gjërave të drejta. Por së pari, para çdo mase tjetër, ai u kthye te tavolina, u ul në krye dhe shtyu shportën e bukës drejt qendrës. Kafeja është ende e ngrohtë, tha ai. Dhe në atë fjalë të thjeshtë, pa peshë e pa fjalim, nxinte gjithçka që duhej të thuhej në atë çast. Transferta mbërriti në llogarinë e Rozës në orën 11:47 të së hënës. Eduardi e kishte lënë pasqyrën e llogarisë të hapur në kompjuter dhe pa momentin e saktë kur vlera u shfaq, 36.000 euro, pa mesazh, pa arsyetim, vetëm numri dhe data në fushën e përshkrimit. Ai e mbylli skedën me të njëjtën heshtje me të cilën e kishte hapur. Viviana kishte përmbushur afatin. Jo nga pendimi, Eduardi e dinte këtë me qartësinë e fakteve që nuk kanë nevojë për konfirmim verbal, por nga llogaritja. Nga e njëjta logjik e ftohtë që e kishte lëvizur në të gjithë pjesën tjetër, vlerësimi se deri ku mund të përkeqësohej situata apo të mos dorëzohej. Por rezultati ishte i njëjtë dhe ishte ai që kishte rëndësi për Rozën. Ai e printoi fletën e konfirmimit, e palosi në 4 pjesë dhe e la mbi tavolinën e kuzhinës para se Roza të mbërrinte atë mëngjes. Kur ajo e gjeti atë, mbeti duke shikuar letrën për një kohë të gjatë pa e prekur, sikur të kishte frikë se do të zhdukej po t'i afroheshin duar. Eduardi ishte te lavamani me shpinë duke u shtirur se po merrej me kafen. Janë të gjitha këtu, tha ai, pa u kthyer. Janë të tuat. Gjithmonë kanë qenë. Roza e palosi fletën me kujdes dhe e futi brenda xhepit të përparses. Nuk tha gjë për disa sekonda. Ju e dini se unë e kam ende punën këtu, apo jo?
Zëri kishte një tekstur të re, jo mirënjohje servile, por të dikujt që deklaron një fakt që dëshiron të ketë të drejtën ta deklarojë me zgjedhjen e vet, jo sepse më u desh. Sepse zgjodha të qëndroj. Eduardi u kthye dhe e shikoi. E di, tha ai. Dhe kushtet ndryshojnë që nga sot. Orari fiksuar, pushimi garantuar, bileta e transportit, ushqimi në vetë shtëpinë. Unë duhet i kisha garantuar këto që nga fillimi. Roza tundi kokën. Kishte një dinitet në mënyrën se si ajo e pranoi këtë, jo me tepri emocionesh, jo me lot, por me seriozitetin e dikujt që më në fund po trajtohet si ajo që kishte qenë gjithmonë. Një profesioniste me të drejta që nuk do të duhej të kishin pasur nevojë për një krizë për të ekzistuar. Në ditët vijuese, Eduardi mori një vendim që kishte pjekur që nga nata kur kishte mbetur në errësirën e zyrës. Vetëm me të dhënat dhe me ndërgjegjen e vet ai nuk dëshironte të ishte lloji i burrit që zgjidh një padrejtësi dhe kthehet në jetën e rehatshme me ndjesinë e detyrës së përmbushur. E dinte se kishte një dallim mes shpëtimtarit bamirës, që vepron nga bujaria e më pas pushon, dhe debitorit të ndershëm, që vepron sepse ka borxh dhe nuk pushon pa e shlyer të gjithë borxhin. Ai kishte qenë neglizhent për 3 vjet. Dëmshpërblimi nuk mund të ishte i vogël. Ai bisedoi me Rozën në një pasdite të së mërkurës në kuzhinë me derën e mbyllur. Për çfarë ke nevojë me të vërtetë? Jo çfarë mendon se mund të kërkosh. Për çfarë ke nevojë? Roza shikoi duart e veta për një çast, duart që po shëroheshin ngadalë, lëkura e skuqur që i dorëzohej ngadalë kremit që doktor Fatmiri i kishte rekomanduar. Një shtëpi, tha ajo. Një shtëpi me derë dritare dhe krevat për të gjithë. Afër vendit që njohim. Afër bregut të lumit. Mirë, tha Eduardi. Do ta gjejmë atë shtëpi. U deshën 2 javë. Ai nuk kërkoi në Lundër, nuk kërkoi në asnjë nga lagjet që i njihte nga logjika e adresave të veta. I kërkoi një agjenti imobiliar që punonte në bregun e lumit dhe përreth, që e kuptonte atë territor me afërsinë e dikujt që banon aty dhe që të kërkonte diçka modeste por të fortë, shtëpi përdhese, obor të vogël, strukturë të mirë, pa lagështirë, pa fqinjësi me rrezik. Shtëpia që gjetën gjendej në një rrugë me kaldrëm 3 bloqe larg qendrës së bregut të lumit. Ishte e vogël, me 2 dhoma gjumi, sallon, kuzhinë me pllakëza të bardha dhe një obor me tokë të ngjeshur ku nxinte një fiq i ri dhe 2 karrige plastike. Fasada kishte një ngjyrë që koha e kishte konsumuar në një ton të papërcaktuar mes meje të hirta, jo saktësisht e kaltër, por me memorien e së kaltërtës, sikur boja origjinale të përpiqej ende të mbahej në shtresën e kohës. Agjenti pyeti nëse Eduardi dëshironte të shihte opsione të tjera. Eduardi pyeti nëse muret ishin të forta dhe çatia nuk linte të hynte shiu. Janë. Nuk lë. Atëherë është kjo. Në ditën kur familja u shpërngul, Eduardi i dërgoi çelsat personalisht. Brikena i mori me të dyja duart dhe e shikoi varsen e thjesht metalike për një çast që asnjë kamerë nuk kishte nevojë ta regjistronte për t'u përjetësuar. Më pas hyri në shtëpi përpara të gjithëve për të hapur dritaret, gjesti instinktiv i dikujt që dëshiron që ajri një vendi të ri të hyjë menjëherë, pa vonesë, sikur duke ajrosur hapësirën po dëbonte gjithashtu gjithçka që kishte paraprirë atë derë. Nëna Teuta e kaloi pragun me hapin e ngadaltë të dikujt që e di peshën e asaj që po shkel. Shkoi drejt për drejt në obor, mbeti në këmbë në mes të tokës së ngjeshur, shikoi copën e qiellit që pema e re kornizonte dhe mori frym thellë, në një mënyrë që dukej se përfshinte të gjithë trupin. Genti i vendosi fletoret mbi tavolinën e kuzhinës edhe para se të shihte dhoma. Ajo tavolinë do të ishte zyra e tij për momentin. Ishte e mjaftueshme. Eduardi e leu derën me ngjyrë të kaltër në një të diel të nëntorit. Kishte bler bojën të shtunën para saj, një ngjyrë të quajtur kaltërsi koloniale në katalogun e dyqanit dhe u shfaq në mëngjes me rulon, tabakan dhe rrobat e vjetra. Brikena dhe Genti e lyeren bashkë me të. Roza shërbeu kafe në mes të mëngjesit, e ulur në një nga karriget e oborit me nëna Teutën pranë, dhe të katërt mbetën duke shikuar ndërsa dera thahej në diellin e nëntorit. Kishte diçka në atë heshtje të ndarë që nuk kishte nevojë për emër, ishte tekstura specifike e çasteve që jeta i ruan për pak njerëz dhe që, kur vinë të plodh. E kalutra shkon, tha nëna Teuta, me tonin e dikujt që e mbyll një temë përsiherë. Në muajt vijues, jeta po gjente shinat e veta me ngadalësinë dhe fortësinë e gjërave që ndërtohen për të zgjatur.
Roza ju rikthye punës në vilën në Lundër me zgjedhje, me orar të respektuar, ushqim të garantuar dhe me dijeni se mund të ikte po të dëshironte dhe të kthehej po të zgjidhte. Kjo liri, dukshëm e vogël në elementet e saj materiale, transformoi të gjithë natyrën e çdo mëngjesi. Ajo mbërrinte në orën 7, jo në orën 6:30. Hante drekën në vetë shtëpinë, sepse ena e ushqimit ishte bërë ajo që duhej të kishte qenë gjithmonë, ushqim për të. Duart po i shëroheshin. Rrethinat e syve po i çeleshin. Uniforma e hirt, brenda së cilës kishte kaluar muaj të tëre duke u zvogëluar, filloi të rrinte si robë që i përket trupit që e vesh. Brikena e kaloi provimin e pranimit në universitet në janar, për degën e drejtësisë në universitetin publik. Eduardi nuk ja kishte sugjeruar degën, kishte qenë ajo që e kishte zgjedhur, me logjikën e dikujt që kishte përjetuar në lëkurë atë që ndodh kur njerëzit pa pushtet përpiqen të bëjnë të vlejë të vërtetën e vet pa mbështetje ligjore. Ajo hyri pa pasur nevojë për asgjë përveç asaj që kishte studiuar në netet në mbikalim, me fletoren e ushtrimeve mbi karton dhe me vendosmërinë e dikujt që nuk ka opsionin e dështimit. Në ditën e parë të mësimit doli nga shtëpia me çantën e shpinës në krah dhe nuk shikoi prapa. Jo sepse nuk e donte atë që linte, por sepse e dinte se ajo që linte ishte e sigurt. Genti edhe i sigurt. Ai ndiqte kurset përgatitore që Eduardi i kishte financuar dhe studionte te tavolina e kuzhinës deri vonë, me të njëjtën disiplinë të heshtur të dikujt që shkruante në fletore me lapsin pothuajse në fund. Fjalia në qoshen e sipërme të faqes, ajo që Eduardi e kishte lexuar në dritën e qiriut të Kavanozit prej xhami, në mbikalim, në një natë të së shtunës që kishte ndryshuar rrjedhën e gjithçkaje, nuk kishte ndryshuar. Ajo vazhdonte të ishte aty, e paprekur, si një zotim që nuk ka nevojë të rinovohet sepse kur nuk është braktisur. Dua të bëhem mjek për të shëruar nënën time. Eduardi e ruajti kutinë e kartonit të mekur, atë që kishte shërbyer si bazë për dyshekun e improvisuar në mbikalim dhe që Brikena e kishte marrë bashkë me sendet e tjera atë natë, në sirtarin kryesor të zyrës së tij në Lundër. Jo si trofe, jo si kujtim nostalgjik të një gjesti të mirë. Si llojin e objektit që e detyron memorien të mbetet e ndershme kur rehatia përpiqet, siç përpiqet gjithmonë, të rikonstruktoj fluskën. Brenda kutisë gjendej një foto. Eduardi e kishte bërë atë në një të diel të nëntorit, në oborin e shtëpisë me dyert e kalutra, nëna Teuta e ulur në karrige, Roza në këmbë pranë saj me dorën në shpatullën e sëmës, Brikena dhe Genti të mbështetur te muri me derën e kaltër në sfond, dhe Pema e re që ende nuk jepte hije të mjaftueshme për askënd, por që po rritej. Ai e shikonte atë foto në mëngjeset kur numrat e fletëve llogaritëse përpiqeshin ta tërhiqnin mbrapsht në botën e llogaritjeve pa fytyrë. E shikonte atë dhe kujtonte zhurmën e thatë të trupit të Rozës kur ra në dyshemen prej porcelani dhe pyetjen që nuk kishte ditur t'i jepte përgjigje atë natë, si mundet që një njeri të jetë i padukshëm brenda vetë jetës së një tjetri? Përgjigja, e zbuloi, nuk gjendej te numrat. Gjendej te gatishmëria për të ndalur, për të shikuar me të vërtetë dhe për të kuptuar se fisnikëria e vërtetë kur nuk ka qëndruar në bollkun e pasurisë, por në aftësinë për të parë njerëzoren të tjetri, për të nderuar të vërtetën dhe për ta shndërruar dhimbjen e së kaluarës në një zotim të patundur ndaj drejtësisë dhe dashurisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Rozës, Brikenës, Gentit, nënës Teut dhe Eduardit të ketë mbërritur tek ju në formën siç është shkruar, me të vërtetën e gjërave që jeta i vendos përpara nesh kur më në fund ndalojmë së shikuari pa parë. Kemi përgatitur një listë speciale me histori po aq njerëzore dhe prekse, gjeni atë këtu anash me një klikim. Nëse kjo histori ju preku, regjistrohu në kanal dhe lini pëlqimin tuaj, këto gjeste të thjeshta e ndihmojnë shumë punën tonë dhe na lejojnë të vazhdojmë të sjellim rrëfime si kjo çdo ditë. Dhe na thuani në komentet, cili moment nga kjo histori ju mbeti më shumë në memorie. Ne i lexojmë të gjitha. Dhe jemi gjithmonë këtu, duke ju pritur.